Mu përgjigj pak, pse ngjason Islami thot me ortodoksët? Ne si musliman, me të krishterët, qofshin ata ortodoks apo katolik apo të tjerë, në Shqipëri jetojmë në paqe me njëri tjetrin. Pra Shqipërinë e kemi të gjithë bashk, ndërsa besimet secili ka besimin e tij. Nëse do të marrësh ngjasimin midis muslimanëve dhe ortodoksëve, në fakt qysh në baza, pra qysh në çështjen kryesore ndryshojnë. Sepse ne si musliman adhurojmë vetëm një Zot. Zoti i gjithësisë nuk ka fëmijë, nuk ka bashkëshorte. Është krijuesi absolut. Askush nuk i ngjason atij. Kështu na tregon Zoti i gjithësisë në Kur'an. Kul hu Allahu ahad, thuaj ai Allahu është një. Ndërsa, nëse do të vish tek ortodoksët, ata besojnë se ka Zot, pra Ati, Biri, Shpirti i Shenjtë. I mveshin Zotit gjithësisë bashkëshorte, fëmijë, ndërsa ne si musliman pra adhurojmë vetëm një Zot, nuk i lutemi as kujt tjetër përveç Allahut lartësuar. Dhe ky është ndryshimi rrënjësor. Ndryshimi kryesor midis muslimanit dhe jo muslimanit. Çfarë do lloj feje pra të ketë jo muslimani. Ndërsa për sa i përket gjërave të tjera, të cilat mund të ngjasojnë, siç është pra ose një lloj ngjashmërie, janë çështjet historike, pra siç është mund të flasim pra për Abrahamin, fëmijët e tij, ato nuk ndryshojnë. Edhe pse fetë para Islamit pra i kanë ndryshuar disa gjëra gjatë në histori e tjerë, Kur'ani është i pandryshueshëm. Këto për sa i përket pra ngjasimit.